Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas procesit e votbesimit të tij si kryetari i kësaj force politike, duke e cilësuar pjesëmarrjen dhe votën e demokratëve si një fitore vendimtare kundër asaj që ai e përkufizon si narkomafia më e rrezikshme në Europë. Përmes një analize të detajuar të procesit, Berisha shprehet se vota e antarësisë ka shërbyer si një grack për kundërshtarët e tij politik dhe grupet e interesit që kërkojnë të destabilizojnë opozitën. Duke mbrojtur parimin e demokracisë direkte, Berisha thekson se zgjedhja e kryetarit në parimin një antar një vot përbën standardin më të lartë demokratik, në kontrast të plot me Partinë Socialiste, të cilën ai e akuzon se ka zvendësuar votën e lirë me emërime të diktuara nga krimi. Në këtë kontekst, ish kryeministri shton se në diktaturat autoritare, kryetari mbetet një figure paprekshme për të cilën nuk votohet kurrë, ndërsa Partia Demokratike vijon ta legjitimojë lidershipin e saj çdo 4 vite përmes referendumit. Berisha denoncoi gjithashtu një fushat të orkestruar nga kryeministri Edi Rama, media të kontrolluara nga qeveria dhe qarqe të lidhura me krimin, të cilat sipas tij kanë shpenzuar energji të jashtëzakonshme për të goditur procesin e votbesimit. Sipas kreut të PD-s, kjo agresivitet ndaj opozitës buron nga frika e pushtetit përballë një opozite reale që kërcënon skemat e vjedhjes së pasurive publike dhe nga frika specifike ndaj figurës së tij, për shkak të qëndrimit të tij me zero tolerancë ndaj krimit të organizuar. Në përfundim të reagimit të tij, Berisha vë theksin të përpjekja e qeverisë për të devijuar vëmendjen e shqiptarëve nga problemet ekonomike dhe sociale, siç janë çmimet e larta dhe shpërngulja masive e popullsisë, duke u munduar t'i bindin qytetarët se vota e demokratëve është antidemokratike. Kreu i PD-s mbyll deklaratën e tij duke e cilësuar votën e rreth 40.000 antarëve si një triumf të dinjitetit qytetar mbi atë që ai e konsideron si një hordhi të korruptuar që vjedh paratë e shqiptarëve.